Dikush nuk u lëshua në numra, por të tjerë qenë fort dorëshlirë. Pulsi gjakovarëve për rezultatin e vetëvendosjes u mat në një tabel parashikimesh. Që t'ja shtojnë votat partisë e vetës, tubimin e shfrytzuan kandidatët për deputet. Njëra që në këtë mision nuk ka hiq rol, i doli përpara pretendentit për kryeministër edhe për një mandat me një dhuratë. Të moshës së saj e pak më të mëdhenj e pritën Albin Kurtin me një thirrje. Me të rahatuar, Selami i pari shkoi kryetarit të komunës që tash nga Aleanca synon për të bërë kryeministër. Se para 6 muajve, disa nga opozita kanë lyp besimin e juaj për Milldheq komunën. E sot për lypin besimin për Milshu komunën. Që kjo të pamundësohet u siguruan e disa herë me një pyetje. Apo ja qesin piken? Apo ja qesin piken? Apo ja qesin piken? Por fitore, shpresat i kanë edhe tek mërgjimtarët për të cilët të thatë të ke nisur që të vinë tashmë. Kam ardhur nga Suedia veç për ty. Kam ardhur nga Zvicra për me fitu edhe një herë. Kam ardhur nga Amerika për zgjedhje. Këta ishin 4 qytetarë që më folën. Ata që janë në diaspor jo, por të moshuarit në Kosovë mund të fitojnë para shtesë nëse marrin përsipër një angazhim. Gjyshërve dhe gjysheve që kujdesen për nipa e mbesa kur të dy prindrit punojnë, do t'ua japim nga 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre. Këto zotime nuk i dëgjoi bashkëpunëtorja e tij që erdhi vonë. Fjalimi kryetarit të vetëvendosjes përcillet me ca fishek zjarre që injorohen krejt nga ky. Mbase kështu diçka, ky kërkoi që të mos merren parasysh subjektet e tjera, për të cilat supozon që kanë një qëllim të çuditshëm. Përfundimisht do t'ju thoni jo atyre të cilët dëshirojnë të bëjnë diga në parlament. Nuk ka nevojë parlamenti për diga, qysh po synon bloku opozitor. Kosova ka nevojë për 5 diga të reja. Si që pritën Kurtin ashtu edhe për Collën Gjakovarët, duke mos e lënë të kthehet duart thatë.